e sinqert, e di që mund të bëhem pak e urryshme për publikun, por ato janë dy vajza që kanë jetuar në Europë. Bëj një bisedë totalisht të çlirët, mentalitetin nuk e kanë si tonin, dhe dua të them që fjalët që në Shqip përkthehen, sepse unë e di shumë italishtën, e di dhe spanjishtën, fjalët që në Shqip përkthehen në formë shumë të rëndë, jashtë shtetit janë fjalë që i përdoren si me pi kafe, nuk janë asnjë gjë. Brava, faleminderit. Kjo është e vërteta e asaj bisede. Pastaj, për sa i përket, për sa i përket Dolces, që i thot Bias, që po, dhe mua më duket që ajo flirton dhe me Edin, ja thot me një sportivitet dhe me një lehtësi. Grazie. Ja thot me një sportivitet që është, për mua është i admirueshëm. Ka një mentalitet shumë europian të dyja vajzat, njëra më shumë se tjetra, por, po, vazhdo. A duhet ta normalizojmë një gjuhë të tillë dhe fyse? Jo, nuk duhet ta normalizojmë, por përderisa në shtëpi, ta mbaroj. Skuza, ofenduese Ta mbaroj. Të mbaroja fjalin, mendimin e parë. Përderisa Dolces nuk e shqetëson flirtimin, nëse ky flirtim ekziston, përderisa Dolces nuk e shqetëson, nuk ka pse ta bëj të madhe apo të shkoj të flasi me Elionën, shikoj se ti po flirton me atë, nuk e shqetëson, kështu që okej. E lën në kuadrin e batutës dhe të një thashë themi të vogël me një shoqe, iku kjo. Tjetra, a mund ta normalizojmë këtë gjuhë? Nuk mund ta normalizojmë nëse kjo gjuhë do përdore nga ne që jetojmë këtu dhe ja dim peshën e rëndë që kjo gjuhë ka në gjuhën tonë, por në gjuhën që vajzat përdorin dhe në vendin ku vajzat jetojnë, sepse ne i kemi miksuar komunitetet, e kupton? Dhe duhet i mirëkuptojmë vajzat. Unë nuk mund të gjykoj Dolcen dhe Bian, siç mund të gjykoj Oltën dhe disa Olta të tjera që jetojnë në Shqipëri dhe e din shumë mirë peshën asaj fjale. Atëherë, unë këto dy vajza do t'i analizoj me mundësinë që vajzat kanë. Dhe në vendin që ato jetojnë. E kupton? Unë po të them që fjala, më fal, ta them se nuk ka asnjë gjë. Fjala cazzo në Itali përdoret çdo 3 fjalë. Ama, po ta banor, Dolce, ju lutem, Olta po flet. Ama, po ta përkthesh këtu, është fjalë shumë e rëndë. Unë personalisht në Shqip nuk do guxoja kur ta thoja. Kurse në Itali përdoret kështu. Thjesht fare. O, Bia, veç pak. Bia, për ty po flitet. Dhe me këtë lirë... Lutem respektojt paktën edhe mendimin e Oltës, e cila është në krah të tonit, sepse